Kryeqyteti është tronditur nga 2 ngjarje të rënda me armë zjarri brenda pak orësh, ku një punonjës i gardës ka humbur jetën në banesën e tij, ndërsa një 34 vjeçar është plagosur pas një konflikti çasti. Në zonën e rrugës së Dibrës, një 42 vjeçar me iniciale AG, punonjës i gardës së Republikës, është gjetur i pajetë në banesën e tij rreth orës 7:05. Dyshimet e para të grupit hetimor, të cilët kanë sekuestruar armën e shërbimit si provë materiale, janë se gardisti i ka dhënë fund jetës në një akt vetvrasjeje. Autoritetet, në drejtimin e prokurorisë, po punojnë për të zbardhur rrethanat dhe motivet që çuan 42 vjeçarin drejt këtij gjesti fatal. Ndërkohë, vetëm pak minuta para mesnatës së kaluar, një tjetër ngjarje kriminale u regjistrua në rrugën Aleksandër Mojsiu. 34 vjeçari me iniciale JH është paraqitur në spital për ndihmë mjekësore, pasi është qelluar në këmbë gjatë një konflikti të çastit për motive të dobta. Viktima ndodhet jashtë rrezikut për jetën, ndërsa policia e Tiranës është angazhuar në identifikimin dhe kapjen e autorit ose autorëve të kësaj plagosjeje, të cilët u larguan menjëherë pas ngjarjes.